Willkommen. Das ist ein, zwei Polizei. Ja, tashi ti themi, auf Wiedersehen, Iko. Willkommen. Iko minon, Iko. Mercedes-Benz Klassen. Okej. Willkommen and goodbye. Slon, zeg Regina, bukur. Monsieur Delfina. Erdi halla, jo Erdi halla, po kokrën e legut nuk në. A, ma tashi, qiri ju shqiptar gjithë ke dorë qikoni. Talo. Njeri ju vjene me të përshnet e buridet me thot qa bone misie. A ke t'i gju muhabetin që i ky muhabet bëhet kur t'ket hallak? Nuk kjo është ajo halla që i ka. Edhe i ka. Iko po, nuk nga va gjëse. Po kjo është hall me që vjen edhe s'tje pasi jo. Se sam kryesoren. Mi mrava për shëndetim se vi sot që a thuk tu në agon. Qenëll. Shëndet halë. Ja pritë zot i marë. O të fluturoft avioni, zot këshu. Ku fluturoft avioni minon? Të fluturoft avioni këshu si zot. Je nona. Si e themi ne, o ti fluturoft me... Të fluturoft avioni, thashtu. Krah të leta. Kështu, po, bukur. Shko regulloja Gjermanir. Na lene se ne s'kena për tu pakur. Lena ne se bana vetë hall. Mero me punë të tuja, me Greqine, me Këndjana, Lene. Lena mirë. Lena Shqiprin. Lena fort. Jena turilin. Na ka kap ginekologu për e krejet, ashtu në nëzjerë me zërë. Kaq në është bë qafa. Vetëm qafa në është bë kaq. Do i kemi njolla tu në botë si kalamajt e Porsalino një 6 vjetë, po... Ajde, s'ka problem bukur. Nese, me thënë, përveç se ardhës e saj, me skort e bukur që u bloku trafiku, pati një bised me dashurin tate Edvin Ramën. Zemrë, që mi ka shnërit ftyra sot, e ma ka krenu kombin o sot. Në fillim ishe kështu si duket, po në fjallimi tha jo, qesh pak, edhe dole edhe. Se të shëtë një, vasis dat. Oke, në fakt të në fillim foli Rama. Foli, me gëririte e shkreta. Aminot dhe marosem qmene, po. Edhe Rama theksoj, që se i kam të shkruara, e kam atje bukur, tha, s'ka zilë për shqiptarët. E tha Rama. Tu rrit nera. Po s'ka se, sa jemi vëndo më dhe që nuk mund të kërkosh azile ekonomik ti. Shqipëria po jetën me apa vigan për para. Kandidati dejnë për të fut në Europë. Edhe të morë që të keqen. Do qaj Europa këtu kur të futemi ne. Në mes të tjerave, pasaj pasje foli, në një moment u këthyje kështu. Nga kjo? Ja, jo, nga mrapa. U këthy mrapqë? Jo mrapqë, jo, orë ti. Nuk këthyjet mrapqë, më dhenë u këthy pak anash. Edhe i tha, Mrs. Merkel. Kjo këtu mas neshta, është një piktur e pikturistit. E pikturistit? Edhe pa Merkel i kështu. Kush është? Kancelare, pamja e dorështrëngimit në sfondin e kësaj konference është vepra një bashkosit madh Gjerman, Thomas Demand. Motra e Dianës. Linja klasike. Nur Paradizi. Sa bukur që flisni ju artistët, as një fjalë të kuptova më rëbirë. Edhe i tha Merkeli, ma thanë aty afër që ishin, sa bukur flisni ju artistët, as jes të mora vetë, ke gjemenja. Kjo është një pikturë e njëri që na ka sjell nga jashtë shtetit. Nese prap foli, fun fare erdhi rada Merkelit. Op, halla i nëzori? Jo, po këtu do të ndalojmë? Se s'mundet në Merkeli foli qartë dhe pastër. Nga fa gjëra që pa qka këthyrë dhe t'i vim, vath në vesh dhe t'i vim. Merkeli tha, si kam të shkruar dhe këto të Merkelit, tha për kokdime, tha, jeni vënd që keni mundësi të më dha. Falimdej, nga ka thënë dhe papa. Ore ti, ndaj këto gjëra. Para 2000 vjetëve nga ka thënë zoti. Jo, pra jemi vënd që kemi mundësi të më dha. E djeti këtë partë Merkeli? Jo. Pra, shikon që vizita saj që e sukseshme? Në iluminove me të pas halla. Bravo. Një sekund. Tha dhe diçka tjetër shumë interesante. Grose probleme? Jo, këto. Gjitha këto do të themu janë grose probleme. Tha, kushtet ligjore dhe juridike duhen përmirësuar për investimet e huaja. Po fsha, edhe këtë se dinim. Duhen përmirësuar. Se ja, me sa duhet ka pas parasysh rasin e Begetit që turret qeveria dhe kryeministri se do ai, ta heqë dy këse që ka hapi televizion. Inshallah po i ndodhe investitori gjerman kjo që po i ndodh ti dhe do e shikosh. Jo, i ndodhi ajo të portit, kontrollit të skanimit mauneve, po e kthyn atë. Po sigurisht. E kthyn atë sepse po se vjen Angela Merkel me furgon pastaj. Okej, bukur. Tha, edhe një gjë tjetër që ti dhe këtë nuk besoj se do ta di edhe ashtu. Nuk e dini që duhet reformë në sistemin e drejtësisë. Qarë flet, more? Was ist das? Oh my God, my Liebenschön. Qaj të Liebenschön? Liebenschön, o dë dashurim. Si? Was ist das? Qaj e the?
Dashurime, dashura ime. I të Ramës? Jo, minona. Atë, tashi, mes Ramës dhe Merkelit këtë do më shumë. Merkelin minona. Po Merkeli iku. Po iku po merresh atje. Se katalizori. Pra, tha dhe një gjë tjetër, që as këtë nuk e dinim, që duhet luft nga të korrupsionit. Çfarë fletër? Duhet. Pra, do të thotë që ne këtu pasim i korrupsion, ardi mikë. Duhet luft, për dhe sa duhet luft, do të thotë që kemi. Pra, se u mendoj që këtu s'kemi korrupsion. A i thot jo, po e thot duhet luft. Do më thonë që ka korrupsion. Do Gjerman vetëm mene për luft për luft e kanë, për ta që i buni dhe jo të. Tha dhe një gjë tjetër shumë interesante, rinia ka nevoj për hapësira, për perspektiva. E djeti këtë? Ja. Bravo, po me që nuk tha asgjë që ne i din, që nuk i tha nga Gjermania dhe nuk ka hargjoj jetën kot, kemi gjithë ditën trafik sot? Dhe gjerë. Si mundet të thoshtë ty ato dhe njëse për çmende? Atje më në raj shtak të kishte folje dhe kishte të gju. Atje i marra si? Po pse më... Si më ja bën zemra sa të të gjëra që ne nuk i dinim asnjëherë, ande nga larg. Erdhi këtu afër, na vuri dorën në shpatulla. Andaj është halla me ato. Na vuri dorën në shpatulla dhe tha, shikoni këtu tha, keni grosse probleme, drejtësi, korrupsionin, keni gjona tjera gjitha me radhë. Habët zifaja. Që të më thonë? Zjap. Zjap. I naftën kletën. Përfundimisht, as si lek, tha. Hini se na kërkojnë Gjermani. As si lek. Nese pra, kjo ishte gjithë e bukura. Ose që do vi me duart plot, me dhurata, me leke, me investime, me gjëra plot. Ore ti se më çmende. Po nuk vjen Angela me lekë në dorë minon. E di pse? Angela vjen kështu, pastaj më mrapa. A di pse? Erdhi na pa, nejti 4 orë, e pa që s'ka për t'u bodhe, nuk vjen ma beso mu. Ja, të gjë këtu, ja. Pse i pëlqeu shumë, Dy era bulevardit rreth për me. Si ky bulevard tha s'kam pa, kam shëtit ta në botën. I pëlqeu shumë, e di që i pëlqeu më shumë nga gjitha. Ajo streja e regjë që bo Rama të jashtë, ke kryeministria. O, si kazina. Sa e bukur, sa e bukur. O, i shalat bin 5-7 ato sot, me bet 500, më zarro. Me bet 500 të bonusin daloj e këtë ditja të të. Jo. Angeles, kur ka gjithë vazhërej, kujtoj Hotel Astoria. Astoria është, si që më shikoni dhe foto miliruar, mota mo. Hotel Astoria, Hotel Kryeministria. Sa lampën e kishe vugilon gjysmën e Tiranës pa lampa. Sa i bukur është. Nese, në faktu nuk dua të ndale me kolegun tim sot që a ka marrë një lekë për të bërë këtë konsolin aty të strejën. Kush e pagoja, kush inxhinier e zbatoi projektin, se shiko. Është me donacione vullnetare nga njerëz të pa identifikuar. Jo, po mirë, po shiko. Kush inxhinier e bëri? Inxhinier? Po. Është një djalë, Zaimi. Zaimi dua ta gjej, kem numër kontakti se duhet bëhet një ke pallati. Nisi ajo mota mo. Më pëlqyen shumë ato që i kishte ngul në mur atje. Mi që ka prish fasadin tu, po ka çpu dhe murin. Jo, ba, çuni. Atë i tha Engela, kur u fut mrena tha, was ist gut ja. Was ist gut, do ta pushkatoni sot apo nesër. Këtë inxhinierin e pyeti Angela, or djalo. Angela kështu me Redi Ramon. Or djalo i thaj. Yes, i thaj më me. Këtë gjë kush e ka bërë gjithë qef ky tha. Ai tha. Sot apo nesër, tha që ti një u, tha se nuk duat përfshim dhe unë këtë punë. Ja, po që mos ta prishim edhe harmonin e vizitës. Pra, nesër tha, yes, i tha këtë moment. Nesër, në fakt ajo, në thënë shumë njerëz kanë reaguar, në fakt është një, për mua Lumiku, që nuk kam për shkollë për arkitektur, edhe ngjyrat nuk e si njoh mirë daltonik jam, edhe një shihet madhe nuk kam, po nuk e di pse më kërcet, s'më pëlqen fare. Po fare. Mos e shifa shumë, ai ka vu aq shumë drita aty, sa po ti mushet mendja ushtarit gardës të operoj shokun, ka dritë sa të duash. Aty në ja heq ushtarit të gardës apendicitin live aty. Aty nën stres, bukur. Në fakt Lubonjën unë e marr një njeri dit. Gjithë përfshirës, njeri me shije. E di se shtaj për këtë pjesë. Foli Lubonja. Unë deze si shak. Ndigjeni pak, ndigjeni. Më tha një shoka, do visht ham një suflaqe atje në kryeministri, kupton? Tani shiko si është problemi. Këtu lind një pikë pyetje më, domethënë se kjo mund të thuash fjalën e parë të çmenduri, kupton ti? Unë kam kaluar vazhdimisht anës kryeministrisë dhe ishte bërë në mënyrë perfekte, ishte bërë ajo me ndriçimin poshtë, me gjitha, dhe shikoje fasadën, lahej fasada me ndriçimin. Tani, në qoftë se ti do shkosh të kalosh atje, me aq sa shoh unë tani, po dhe sa kam parë më përpara, ti nuk do shofësh më fasadën, ti do shofësh këtë. Hyrjen. Këtë hyrjen, këto neonet që ndriçojnë atje. Këto do të tërheqin ty vëmendjen. Dhe këtu është çmenduria.
Këtu është çmenduria e kryeministrit. Pra njeri i smur, për mua është i smur, i cili thot, më shikoni mua, jo, më shikoni mua, thellë, më shikoni mua. Mos shikoni këtë historinë që ka kjo këtu. Më shikoni mua, këtë që bëra unë, kupton? Ndërhyn pra në një objekt shumë të rëndësishëm, në mënyrën më të dhunshme, cila është nevoja për të bërë këtë? Për të pritur Merkelin, thua ti? Jo, mërë, është deliri i këtia, kupton ti, që thotë unë jam më i rëndësishëm se historia, kupton ti? Dhe këtu kemi të bëjmë komplet me çmendurinë e njeriu që i ka hikur fiqiri. Hamër Lubonja, hamër shoko janë. Një kakofoni e të mëshme, sepse aty janë tre elemente, vërtet. Më shihni mua. Më shihni mua. Thot ai. Aty është një ndërtesë që italiane, që ka stilin dhe mënyrën e vetë të ndërtuar. Është një murale që është bërë nga jati Edi Ramës, Kristaq Rama. Po. Është puna e që bëri i biri Kristaqit Edi. Ajo gjëja aty me drita. Pra ke 29-ën, 80-ën edhe 2015-ën. 3 gjona bashkë me i vend. Vetëm me Dirama i bashko. Të rriky pa vendos firmën e vetë në diçka? Prandaj. Po si mundet? E ke pak e filmi Western, tha, që ke vesh kaj shumë cica sa duke si port bordelloj? Që bravo, bukur. Po s'ka bërë vetëm te? Po do i ketë me ritëm diskoja, po do jenë thjesht të ndezura. Më shumë do kaloshi me makinë? Po. Opa, kaloj një. Vare qa vitesh muzike ke në ani o tanta? Për shiko parë, në qofse ke këto, o ti zotri. Po kjo shenjë më dhënë u paralimrua kom për papën e se kuptuam. Sa jesh njëri i thellë dhe i turbë, si që kolegu im. Si që thot kolegu im, më faljo, si që është. Ma mendi që nëzori ato fotot? Po, me hape dritaja. Opa, bukur. Po mi pra, ato fotos mund të rina shu pa një hyrje me drita. Pa e dun, fikë si shpitet këto rrugica me dritarë në Amsterdam. Po ato janë të bardha se erdi Merkeli. Po nesër mroma qa njyre do marrin ato. Varet nga cili lider vjen. Shë bravo. Vjen Barack Obama me flamurin amerikan që vezullon. Renzi flamuri italian. Welcome Texas. Po ka bërë një që tjetër, kjo djali, se s'desha ta thoja, pa hajde. Prap. E ka bërë. Qa ka bërë? E ka bërë. Qka bërë, më? Ke parasysh kryeministrin kështu përballë? Po. Po. Këtu është ajo streja e re. Po. Këtu është ajo vepra, muzeale, mozaiku që quhet, muralja. Këtu më tanë, është dhe kërpurdha. Kërpurdh? Ka bërë një kërpurdh? Po. Lisa në botën çuditërave. Nuk e kuptova, qa kuptimi kërpurdh? Kërpurdh më no. Se ti e di kujt i them unë kërpurdh. Po ta shikoj një gjë. Ka bërë një kërpurdh atje që këtë nuk e kuptoj dot. U futet ushtari i gardës me gjithë automatik brenda poshtë kërpurdhës. Edhe ndodh ajo pralla, pastaj futu dhe ti në kërpurdh me ne. Që bravo. E edhe ti në kërpurdhën tonë. Unë jam i mendimit edhe një tren të vogël me bateri. Edhe një 2-3 xhuxha dhe po fiksi për bara dhe 7 xhuxha ke rruga Elbasanit. Të morë që e filloi oficeri i gardës 500 lekë një xhir. Kisha e laçit. O, lumna për ty orë zoti. Si ka mundësi, po mirë. O, si na bone cirk bullgar komplet për ty. Po mirë më këto se i të rejti gjitha. Po këto kërpurdha që do të mëra masët. Ka bëri. Më pyesi i birë dje babi qa është kjo? Kërpurdh. Po, mërë babë, a ke pak e Lisa më botë qëndirave? Ka Ka barta këtu ria i maqoku, dhe ke kërpurdha, dhe ki qëshia. Po këtu pëse... Hati, pa ti pse e kaj. Hajde kërpurdha dhe... Po ta shikoje, kërpurdhën është me 2 ngjyra, një blu, një kuqe. E bluja të zvoglon, e kuqja të rrit. Vjen një ditë për shumë është me humor të keq, do të rritet tak, i covë. Opa, se Liza ma me gjatë kërpurdhën dhe si ishte mirë. Edhe ishte pasa ka londër në këto etapat. E që ma bërë e kryeministrin si bluri, mërta, unë kësha zem. Futi dhe një 2 ping-pong aty dhe... Të morë që atë gjenjër mërë. A marë, po more trenë se ka merak quni. E do trenin a shumë me qangë për para. Ti s'ke faj mërë zemre, ja, nuk ka faj aji. Se lyvat palatin me val deti që të zite deti, po me e pa 2 minuta, po nes të kuptum. Nes të kuptum. E bone ti të atë gjë, për ne prapne në... Jo, mirë. Kërpurdhë në mes të Tiranës. Se në fakt kërpurdha ka një simbolik kështu që unë e di që mbjen del si kërpurdha pas shiut. Kupton? Po qa ishte? Kështu do dalin pallatet si kërpurdhat pas shiut. Ose pësë në rritë atje ku ka lakshtirë të madhe. Mi po ku ka lakshtirë vjen era e grasi, kupton? Nuk e di fare si të... Era myk. Nuk e di si të shkoj kjo punë, por Angela, si erdi i iku. Angela 1 muaj në Gjermani do jetu pyet stafin e oreja kërpurdha qa ishte ajo sëmorave. E jo, mu duk mua apo pash një kërpurdh? Gjithë stafi Gjerman kokë kështu poshtë. Që të themi, nuk kemi informacion. Ajo kërpurdha qme atje. Nese ne do ikim sot,
Po, mërë, po. Natën e mirë bofshi... Më falë, nga të rova. Nuk mund të mbyllun sonde pa një gjë të bukur. Pa një gjë festive. Festive. Pa një gjë interesante. Pa një gjë, kupton veti. It's disco time. Yes. Një kangë në zëtri. Kangë. Një kangë shumë e bukur. Më falë, këngë apo kangë? Një kangë. Një kangë? Një kangë, si thojnë. Kangë. Kangë. Një kangë. Në qofë se është këngë, është hit vere. Në qofë se është kangë, është hit ton jetës. Kangë. Një kangë, gëllë. Për këshu. Si nuk do vdesi tan jetës. Tipi asaj për Enver Hoxhën këngë do thurë gjithë jetën. Shumë bravo. A di për ka është kanga? Për këtë do jetë tjetër. Bravo. Rapush Gjaferi. Dini shikoni kush në erdi, general Rapush Gjaferi. Zdua nënën, zdua baban, po më shumë dua general. Thoshte kënga atere. Po. E, generali i deshi, tamam si pite vetë. Ja mori lekët dhe u shtuk. Një këngë për Edi Ramën. O zemra. Këndon populli. Popullo. Remix DJ Aslani. Natën e mirë, e në gjoni këtë këngë për Edi Ramën. Nuk do ta komentojmë këngën nga pas? Ta komentojmë thu? Vargjet janë nga populli? Po, populli. O, nga gurra popullore. Ka vem për komente ty. Ajo është vull. është vull. I thena në muslimant, vulle e pekamerit. E mori funa i muhabet. Natën e mirë shtetë e pare. Veprat, më falë, veprat do putohen mas këngës, apo do ngellet thjesht këngë? Do ketë për shumë 20 vepra me kapak të kuq? Sigurisht që do ketë, mindon. Jo, them nej kooperative, do t'i vjetë emri këti, apo do e lënë me kaq? Sigurisht, kanali që ka gjenë Baditës Naum Pangji, do fshihet Naum Pangji, kanali Baditës e të vinë Rama. Kishit skod atëherë që i rëzutat e të shkretin, po ku do gjeni skod tani? Të ma thoni. Ta gjie me Se hamer. duhet skod për me heq këtë. Hamer minon me hamer e edhin. Kangë për Edi Ramën, këndon populli. Natë në mirë shnet e pare. Le të thyen muret e diskotekës. E të ty.